dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Lajmet për hapjen e programit i par 3 brenda 6 muajve është mirëpritur nga fermerët e zonës së Lushnjës. Por përfaqësuesi i shoqatës së fermerëve, Eduard Sharka, sqaron se kjo gjë është përgënjeshtruar nga Komisioni Evropian. Programi i par 3 pezulluar që nga viti 2023 do të rihapet gjatë vitit 2026 brenda 6 muajve, ka njoftuar më parë Ministria e Bujqësisë. Jemi besim plot dhe shpresë plot që në shtator do të hapet dhe i par 3-shi, që janë dhe 118 milion euro të tjera për sektorin e bujqësisë. Fermerët në zonën e Lushnjës janë interesuar shpeshherë se kur do të fillojnë procedurat e aplikimit për këtë program, por ky lajm është përgënjeshtruar nga Komisioni Evropian. Përfaqësuesi i shoqatës së fermerëve, Eduard Sharka, e cilëson si një histori të dhimbshme për fermerët bllokimin e fondeve prej 3 vitesh, pasi mungesa e tyre ka shkaktuar regres në bujqësi. Her për herë nuk ka shanse që të zhbllokohen fondet i partë, sepse janë akoma në tratativa me qeverinë shqiptare për të përshqyrtuar gjetjet e OLAF. Është një histori shumë e dhimbshme kjo e fondeve i partë. Janë 3 vjetë blokura, destinimi e tyre ishte për të rritur standardet e prodhimit ushqimor në Shqipëri, që në momentin që ne të futshim në tregun e përbashkët evropian, të kishim të njëjtin standard, sepse dihet që Bashkimi Evropian i mbron ka tjetër nivel të sigurisë ushqimore, dhe për këtë ata destinuan fonde, 100 milion që këto baxhet e vogla për shembull të pajisëshin me teknologji që të prodhonin në produktet bylmetit me standardin e kërkuar. Mirë po të çfarë ndodhi? Këto fonde i morën subjektet e mëdhaja, që këta shumë mirë mund të përdorin kredinë e butë për të rritur kapacitetet, ndërsa fondet i parë duhet shkonin sepse këtë qëllim kishin, te fermerët e pamundur që të investonin për të bërë stallat të reja për blegtorinë, që të bënin sera të bashkohore. Mirë po, dihet historia, Zerolaf ka gjetur me shkelje 34 milionerë që kërkojnë të kthehen, edhe pa dalur përgjegjësit për këtë keq distribuim të fondeve i partë, unë nuk besoj që Komisioni Evropian do miratoj hapjen e fondeve. Me fondet i partë ka rënë kredibiliteti i gjithë institucioneve. Po ju sjell vëmendje që kur u bë marrëveshja që AZBR-ja do shpërndante fondet i partë, që mori akreditimin për të shpërndarë këto fonde, ishin vendosur shumë filtra. Ishin 7 filtra që këto fondet që burojnë nga taksa paguesit evropian të shkonin në destinacion. Dhe fakti që hetuesit OLAF gjetën shkelje të rënda e ka rrëzuar kredibilitetin e këtyre institucioneve, e këtyre filtrave të kontrollit, dhe besoj që duhet është një punë nga e para për të rifituar kredibilitetin. Përcillet për në banesën e fundit, 80 vjeçari që vrau me pushk gruan dhe më pas veten në Roskovec, i shoqëruar vetëm nga punonjësit e shërbimeve komunale të bashkisë. I braktisur nga të gjithë dhe i pashoqëruar nga asnjë familjar, 80 vjeçari Shefit Rrapaj, autori vrasjes së bashkëshortes së tij, Dashurie Rrapaj, 75 vjeçe, 2 ditë më parë në Kuman të Roskovecit, është përcjell në banesën e fundit nga punonjësit e shërbimeve komunale të bashkisë Roskovec. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike pranë kësaj bashkie Arben Duka, negociatat e policisë me familjarët për të tërhequr trupin nuk dhanë asnjë rezultat. Ndaj në bazë të ligjit, ceremonia martore u krye nga bashkia. Pas ngjarjes së rëndë që ndodhi, ka ndërhyr policia dhe të 2 tropat e të njerëve janë shoqëruar për morgun e spitalit në zbatim të ligjit. Dje është organizuar ceremonia e varrimit për të njerën, ku familjarët shkuan të trohoqin trupin nga morgu i spitalit dhe bën ceremoninë e varrimit. Zonja Ndjesket është varros në fshatin e Vendidis, fshatin e Lambres, ndërsa të njerin është detyruar që bashkia të kryejë varrimin, për arsye se pas shumë negociatave që bëri policia me familjar për ta tërhequr trupin dhe për të organizuar ceremoninë e varrimit, nuk u gjet gjuha. Ne jemi njoftuar nga policia që duhet të veprojë bashkia komunale, bashkia për të kryer varrimin. Jemi detyruar të bëjmë organizimin dhe kemi shkuar me shoqëri të licencuar për transportin nga morgu për në Varreza, është kryer varrimi
nga ndërmarrja përkatës, pa prezencën e asnjë nga familjarët. Ndërkohë që dashuria Rapaj u përcoll në banesën e fundit në fshatin Allambreas të Beratit, bashkëshorti vrasës u braktis nga të gjithë pa asnjë lotë asnjë lule në varrin e tij. Në kuadër të binjakëzimit të shkollave të mesme profesionale Rakip Kryeziu dhe shkollës Pirot në Serbi, një përfaqësi e tyre ndodhet për një vizitë disa ditore në Fier. Në kuadër të binjakëzimit të shkollave të mesme profesionale Rakip Kryeziu dhe Pirot në Serbi, një përfaqësi e tyre ndodhet në një vizitë disa ditore në Fier. Ky program është pjesë e projektit RYCO Super School me shumë donator, në fokus të cilit është krijimi mundësive për të rinjt që të përfshihen në aktivitete që ndërtojnë mirëkuptim dhe pajtim të ndërsjellët në fushat qytetare, arsimore, sportive dhe kulturore. Koordinatori i projektit Mirush Zotaj theksoi se RYCO është një organizat OJF ndërqeveritare që drejton dhe promovon bashkëpunimin rajonal dhe ndërkulturor të rinjve ndërmjet 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është një program i cili fokusohet në ndërtimin e paqes, në mirëkuptimin dhe shkëmbimet kulturore midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, për të cilat kemi pasur mundësinë dhe jemi shpallur fituese në këtë projekt. Binjakëzimi ka elemente shumë interesant përveç se njohjes ose të mësuarit në mënyrë jo formale midis aktiviteteve që zhvillohen në kuadër të projektit, në aspektin e diskriminimit, në aspektin e gjenderit, gjinisë, në aspektin e bullizimit, por që edhe në elementet kulturore, zbulimin e kulturave të dy vendeve, siç kemi zbuluar kur ishim në periudhën e shkurtit në Pirot. Ndërkohë, koordinatorja sërbe e projektit, Dushica Golubovic, teksa shprehet e emocionuar nga vizita e parë në Shqipëri dhe në Fier, pohon se projekti në fjalë promovon dialogun ndërkulturor përmes aktiviteteve mbi barazinë gjinore, empatin, ekologjinë dhe njohjen e kulturave dhe traditës. We are 2 days here and since then we saw a lot of things and we like the mosque, we like the center of the city, we like the school. The school is so modern. You should be proud of your schools here. Kemi 2 ditë në Shqipëri dhe më ka pëlqyer shumë xhamia, kisha, qendra e qytetit, sidomos shkolla është shumë moderne dhe është shumë e bukur në krahasim me shkollën tonë. Ky shkëmbim eksperjencash ndërmjet dy shkollave të njohura profesionale synon inkurajimin e bashkëpunimit reciprok dhe lidhje të qëndrueshme midis të rinjve të dy komuniteteve bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik. Në QSUT, pas datës 20 prill, nuk bëhen analizat për të shtruarit, deklaroi sot Ministria e Shëndetësisë Sala. Po mbledhim të dhënat, do e zgjidhim brenda vitit, tha ajo. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Visala ka pranuar para gazetarëve se në QSUT, pas datës 20 prill, nuk do të mund të kryen analiza për të shtruarit, për shkak të mungesës së fondeve. Ajo tha se po mblidhen të gjitha të dhënat dhe do të bëhet më pas vlerësimi për adresimin e problemit dhe zgjidhjen e tij. Ministria gjithashtu tha se qeveria ka miratuar sot disa ndryshime sa i takon funksionimit të Komisionit të Çmimeve të Barnave, që do të rrisin transparencën në përcaktimin e çmimeve dhe do të përshpejtojnë procedurat administrative, do të garantojnë furnizimin e qëndrueshëm të barnave, veçanërisht të atyre që janë të vetmet në treg. Besoj se keni vënë re që në këto kohët e fundit jemi munduar për të mundësuar që të mos mungon barnat, ka pas mungesa siç e thatë juve, por ka pas gjithmonë më pak. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, sigurisht synohet që mungesat të jenë të mos ketë mungesa, më mirë të themi, dhe të gjithë kemi punuar që t'i adresojmë edhe në kohë reale. Domethënë jemi involvuar të tërë bashk si në rregullimet metodologjisë, po ashtu edhe duke zgjidhur problemet konkrete si ekip. Aktualisht po vlerësojmë, kemi të gjitha të dhënat, siç thuhet fuqia e të dhënave shumë e madhe dhe një nga mbase vide nga kjo fushë, një nga metodat që kanë përdorur është mbledhja e të dhënave dhe mbi bazën e të dhënave planifikimi i mirë shërbimeve, se pa diagnostikuar problemin nuk e shëron dot. Prandaj mbledhja të dhënave, kemi mbledhur të tëra të dhënat për të parë, sepse sigurisht nuk duhet të mungojë analizat në mes të, po edhe jo vetëm në datën 20, po edhe në datën 30, që muaji ka 31 ditë. Dhe këto po adresojmë dhe do ta zgjidhim brenda këtij viti.
Arrestohen dhe procedohen disa shtetas për dhunë në familje, vjedhje dhe vepra të tjera penale nga policia e Lushnjës, Divjakës dhe e Fierit. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Lushnjës, Divjakës dhe e Fierit kanë arrestuar dhe proceduar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak arrestuan shtetasin PB, 25 vjeç, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, thuhet në njoftimin e policisë. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit GB, 51 vjeç, banues në Fier, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtjeje, dhe EK, 57 vjeç, po banues në Fier, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MK, 66 vjeç, banues në Lushnjë, pasi ka marrë disa orjendi shtëpiake nga banesa ku ka jetuar me qera me pretendimin se janë të tijat. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. BBC njofton se lufta e zgjatur në Iran do ndikojë tek fluturimet. Aviacioni global është goditur fort nga konflikti në lindjen e mesme. Fillimisht fluturimet u ndaluan në hapësirat ajrore më të ngarkuara të botës, duke lënë mijëra pasagjerë të bllokuar. Goditja e radhës ishte ajo ndaj furnizimit me karburant që u prek ndjeshëm nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani, çka solli rritje të çmimeve dhe detyroi disa linja ajrore të reduktojnë fluturimet. Për momentin situata është stabilizuar pjesërisht, thot BBC. Emirates, Etihad dhe Qatar Airways po operojnë me fluturime të rregullta, por oraret mbeten të kufizuara dhe të ndjeshme ndaj ndërprerjeve. Analistët e kompanisë së të dhënave të aviacionit Cirium raportojnë se mbi 30.000 fluturime në lindjen e mesme janë anulluar që nga fillimi i konfliktit. Pjesa më e madhe e pasagjerëve që kalojnë nëpër aeroportet e vendeve të gjirit nuk qëndrojnë atje. Ata ndryshojnë thjesht fluturimet e tyre në një sistem që lidh destinacione të largëta në një ndalesë të vetme. Kjo ka bërë që Dubai, Abu Dhabi dhe Doha të jenë pikë kyçe për fluturimet nga Evropa dhe Amerika drejt Australisë, Azisë Juglindore dhe Indisë. Ekspertët paralajmërojnë sot se konflikti mund të dëmtojë reputacionin e aeroporteve në fjalë, duke sjellë rënje të trafikut dhe rritje të çmimeve të biletave. Sipas tyre, në periudhën afat-shkurtër, pasagjerët mund të shmangin xhirin dhe të zgjedhin alternativa si Singapori, Bangkoku ose Tokyo. Por edhe nëse më vonë modeli i shteteve të gjirit do të marrë veten në mënyrë që të konsiderohet sërish një sukses, ndikimi mbi turizmin dhe biznesin do të jetë i madh, thot BBC. Sipas së cilës, rikthimi në normalitet do të jetë një sfidë që mund të zgjasë disa vite. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.